Red Bullin e kom po pe herë sport që u mojt, të nuk më lejke ndërgjegja nëse s'jam që atë në skin me konë audiencë për cilë. Pa bum, e nuk e shosi pun, refleksi I fitum, ti len kapitullum, ti bë me kejt bashkë, më pëlqen sa ma shumë. Fakultetit direkt. Po e fakultetit direkt, që hip-hopit kërja kom nisi, kom pos 12 vjetë. Tane e posh që shpezoj vetën kërkum për pas të. Për që di ato kërën konë Red Bull dhe që më kanë ardhur. Veç veshim një masjon, fakultetit direkt. Po e fakultetit direkt, që jetu studiu. Audioproduksion jam. Një audioproduksion, bravo. Që ashtu edhe të lidhët pak me profesionin. Për bashkështues. A je shku për qatë arsye me studiu audioproduksiona? Shumë. Ja kom nisë më marrë me muzikë, edhe tani e kom vendosë që po du all-in me hi. Bravo, edhe me shkolla ka shkolla, jo me ljonë shkollën, se shumë repera për shembull, po in hip-hop menojnë që kanë me dhezë e lojnë shkollën onash. Qaj edhe? Dije që shkollat vynë. Ndrysh është me thonë reper me shkollë. Esenca është me mësu mix master edhe beatmaking vetë, nëse na nuk është që mësojmë shumë për beatmaking, po ato e zhvillon vetë, po që ki fakultet një mënë shumë për me boma profesionale, po anën teknike. Fiksën e shkoj me shumë motiv në fakultet, se është licencë që e du edhe këmë zedhë ta mënë, edhe profesorat janë super, janë kejtë të mirë me neve, I kena, me thonë, jo profesora, po ma shumë shok, se edhe janë matrin mosh, e kena mirë me ta, nuk rrim nguru mas njone, a vedin, që ke gjena shlirë, bojmë lafsa, dojna kolekti, kam super edhe ata. Lypin guri për e të shpija me gjama, e di nuk e normale, për si janë nivel për zamna, po vi për një dilë dhe me s'ka du kontrata, ki qa fullet këndërsoj palavra e pongta, in s'kenoj makabra, jeronim dhe roda, puta, jezuda, jen trukta me lara, qëllimi u bo mi po financat ma për para, dis di jerë gjenë dhe s'po ko më e nara, motivet për dijen e bëjtishi për familjen, po n'kit vijen duhet me pos narcisizm edhe dijen, se të sej që I kom dyja që qa provën edhe nijen, e nëse unë nuk pëlqetën, ndroje shijen e pishijen me dëvlera, dhe thonje të vërteta jenë dhe regula, që me citi flokën dhe për fleta, për që ndronë laps, është e para, e dyta, e treta, po për ty, e për mu nuk vlejnë kshilat e njejta. Hip-hopit kërja kom nisi, kom pos 12 vjetë, dhe më honë se 7 vjetë. Po, deri para një vit e gjys, 2 nashta, se më alo, se kom pos seriosisht, e kom pos vish për qef, dhe kom pos qef shumë e bo, po në qatë vakt nuk e kom posi karrierë kështu me... Se e kona lodjo liri me 12 vjetë, që s'menon as për karrierë, ta puna me menu për karrierë me 12 vjetë, se ta është galant që konë milioner. Po, ishe vli bitcoina. Dhe në për shkollën e mes me konë veç për qef, tane e posh që shpezoj vetën kërkum për pas si të. Edhe kom vendos kështu ta mënë më mirë me qëtë punë me diçka që e du edhe me një kontrat që thujnë. Red Bullin e kom po pe herë sport që u mojt, 2 herat e para as nuk jem konë në audiencë, se nuk më lejke ndërgjegja nëse s'jam që atë në skin me konë audiencë për cilë. Do më thonë si shku e që atë. Po, edhe e po ta vendos që si vjetë që të edicion nuk e lau më mik, edhe ku me apliku, ku me marrë pjesë ndodhë sa ndodhë, është privilegj I madh që jem pranu edhe që ku marrë pjesë, tani fiturja është edhe shumë privilegj dhe ma I madhë, se shi jam vitur. Para se me hi, ata ka marrë mendja që ki me fitu. A ke mujt me analizu ata konkurentat që I ke pas? Krejt me konkurenta, me publik, me juri. Do me thoni ke analizu krejt edhe jurinë ke analizu. Herët kalume që kam bo krejt. Je shku shumë I përgatit. Je konë do me thoni I përgatit. Jem konë I përgatit me thonë shumë amati para se me fillu Red Bulli, se edhe nëse si më konë I zgjellë, për me marrë pjesën e ademi kom shkru tekstet, se e kom ditë që herë dhe kur ku me apliku. Edhe pranuna ato tekste I kam. Edhe tash në qëtë event, ti shkon me tekstet shkrume, është free of style, që I bjen nuk I tematik caktume, normal je në battle me kundërshtarin tënd, ti do është me fynë, thoi za me thonë, jo me ofendu me sha. Po, me kallëzu që je ma I fort saj, në reptur. Edhe këto janë që përgatitesh edhe shko me tekste shkrume, po në dodhit e eventit I ngon çka po tojnë ata tjerët. Edhe tani e din cëllin tekst, a? Mund është edhe mja u këthy që atë për qatë me kriju që atë për qatë rimat. Me rima që atë për qatë? Ose me fjallë? Mesatorë kësha thonë asë si fort, asë jo. Po, për që di ato kërën konë Red Bull dhe që më kanë ardhur. A, veç të veshim fjallë, një mas një, Po ne I kom posë
3 konkurrenta. Okej. Që jem shty me ta. Domthon çerek, gjysmë edhe finalja. Okej. Jan kanë gjithsej na kanë 9 repera. Edhe për shkak që nuk janë mujt mu bë numër qift në battle, jena dalëm në fillim të eventit, secili veç 30 sekonda në vers freestyle. Okej. Edhe juria e ka përzgjedh ata që mendon që janë më të fortë piç asaj. Edhe ata dy që janë më në fund kanë bë battle me njëri tjetrin. Edhe cili ka fitu, ju ka pashkanxit në 7 dhe jenë bo 8 dhe ka filluar. Po tash, masi që ka përfundu eventi, jem të këshirtu me bita, të shkru kong, me bo projekte mix master, po najse konkret, naj do të saktume, se naj kam mingësun nuk e kam halo, po mirë është me jap hapësira dhe puna vazhdon. Po, puna vazhdon, definitivisht. Red Bull Bataja që më ota është shumë event i madh e kom përcjellë në YouTube edicionet e kalume që janë konë shumë interesant edhe me të s'pëpres me morë pjesë me konë aty me ndjek live.